jam në katin e dytë pallatit mbretëror shqiptar, apartamentet mbretërore, apartamenti më këmbësit, zyra e mbretit me kasafortën misterioze, dhe po ngjitem në katin e tretë. Kati tretë ka shumë nevojë për ndërhyrje, por kati tretë ka një nga perlat që gjen vetëm këtu në gjithë Shqipërinë. Oborrin dimror. Keni dëgjuar ndonjëherë domethënë oborrin dimror? Është shumë i rrallë. Në pallat ka një obor për rreth 600.000 metra shkatror, por oborri mbretëror është i vogël dhe i mbledhur, po ngjitem në katin e fundit të pallatit, ky ishte i dyti, po shkoj në katin e tretë, dhe kjo thash është pjesa më interesante. Këtu ka një bazorelief të mrekullueshëm të Morbiduçit, edhe përballë është bazorelief tjetër po i Morbiduçit. Shiheni çfarë punimesh spektakolare të mermerit, të gjitha me simbolet fashiste këtu, dhe deri diku me simbole tjera. Është mahnitës, është një mermer i jashtëzakonshëm, nuk kam parë mermer me butësi si ky i punuar në atë kohë. Thash vetëm qilimi është modern, janë shkallët që ngjitesh sipër. Kati i tretë kishte disa funksione. Fëmijët e Jakomonit, vajzat e Jakomonit banonin katin e tretë, shërbysit banonin në katin e tretë, të ftuarit banonin në katin e tretë. Një sër dhomash gjumi që unë nuk hyj dot brenda, po ja tregoj vetëm si ide, janë këtu. Pra 1, 2, 3, 4 dhoma gjumi, secila prej tyre kishte pjesën e komodinave. Pra këto janë dhoma gjumi që shërbenin, jo dhoma gjumi të kot, dhoma gjumi që shërbenin për miq të nderuar dhe për antarë të familjes mbretërore, kryesisht fëmijët. Pra shiheni gjitha kjo është pjesa e maskuar e kondicionerëve. Kjo është një dhomë gjumi sa mund të shihet këtu, se nuk hym dot brenda. Pra kjo ishte një dhomë gjumi tipike e saj, deri këtu sa për ta treguar. Pra janë dhoma gjumi, kjo është shumë e bukur, me atë oxhakun sërish me rombe, me garderobën në këtë drejtim. Pra quheshin dhoma luksoze, nuk ishin dhoma shërbimi thjeshta. Andej është banja nëse hyn në atë drejtim, me vetrat të madhe që shef nga pjesa e pallatit. Këto nuk janë origjinale, këto janë të ardhura më vonë, janë kryesisht kineze. I gjithë ky drejtim ishte prap për dhoma gjumi. Pra po të shihni janë 1, 2, 3 dhoma gjumi të tjera që qëndronin në qendër të sallës së madhe. Pra kishte një tavolinë për të shërbyer të ftuarve me të gjithë karriget po të punuar në atë mënyrë. Shiheni, kjo është pak e dëmtuar, një tavolinë e madhe ku mund të shërbejë mëngjesi, që mund të kishin për drekën, ku mund të qëndronin, sepse të ftuarit ishin në këtë pjesë, nuk duhet ngatroheshin me pjesën mbretërore poshtë dhe as atë të mëkëmsit. Gjëja më e bukur këtu është kjo tavolinë. Ne na thanë që këtë drejtuesit me shumë pasion e kanë restauruar nga fillimi, se ka qenë cop-cop, me 2 karriget po ashtu të restauruara, të sajat origjinale. Tavolina është një tavolinë shau e bërë gjitha në mermer. Shifeni se çfarë mrekullie është. Dhe konsiderohet një nga gjërat më të bukura. Ka qenë, është përjashta, pra po ta vësh re, është metalike, ka qenë në atë që unë e konsideroj perlën e pallatit mbretëror dhe ty ta tregoj tani. Këtu ishte edhe një pjesë e vogël ndenje, po ashtu për ekipin që kishte buajtur pra si miq në këtë pjesë të asaj. Dhe tani do ju çoj në pjesën më prallore. Asnjëherë nuk kam marrë vesh çfarë ka në këtë drejtim, po me siguri duhet të ketë dhoma ndihmëse. Ndërsa këtu do të hym në të vetmin obor dimror që Shqipëria ka. Çfarë do të thënë obor dimror? Ishte një obor i mbyllur ku ndriçimi është me dritë natyrale, ku ajri ishte i pastër përmes hapjes. Është ky obor këtu. Mos e shihni në momentin e sotëm, se është akoma në restaurim, do të thënë pret restaurimin, por ishte një obor i cili ishte i gjithi me pjesë kashtore, si këto këtu, po këto nuk janë originalet, që qëndronin të vendosura këtu. Ky është shatërvani i oborrit, i gjithi, i mbushej me ujë. Gjëja më e rrallë është ndriçimi. Shiheni se nga vinte ndriçimi në pallatin. Janë 9 kuba, të cilët të lejonin që të merrje dritë nga të gjitha drejtimet. Të gjitha pjesa e brendshme e pallatit merr dritë nga këto vetrata, duke pasur dritë natyrale, dhe i gjithë oborri ishte i mbushur me gjelbrim. Në këtë drejtim dhe do kthehem prapë këtej, në këtë drejtim shiheni është gjelbrim
i përhershëm, pra me dhe i mbjellë, shifeni, në të dy anët, këtu vijonte ujë prap, që rrithte në këtë drejtim, sot nuk kam më, rrithte në këtë drejtim dhe shpërndahej në këto dy pjesët anash të derdhjes së ujit, ndërsa kjo vetrat ishte e hapur. Pra po të vini re, po të duash, kjo tani nuk bëhet më sepse xhamat është origjinale, shife, të Saifalit, këto hapeshin, Saifal kanë qenë të përdorura dhe në shpinë e Enver Hoxhës, janë të njëjta nga ato të vilës së re të Enver Hoxhës, këto hapeshin, në fakt ka shumë mundësi që pjesa e mbylljes të jetë bërë në vitet e komunizmit, sepse më parë, ideja e kopshtit dimror ishte që këtë pjesë ta kishte të hapur për të parë Dajtin, Dajti duket përballë, aq sa mund duket tani, por që ishte për të parë Dajtin, dhe në këtë pjesë po ju çoj prapë për të parë se si ishte ndërtuar oborri dimror, ku kishte edhe një skulptur në këtë drejtim. Shifeni, është e Antonio Marainit, e vitit 1920, mbahet një nga skulpturat më të rralla për arsye të autorit saj, por është e bërë në bronz, qëndronte brenda oborrit të dimror të pallatit, rreth e rrotull, sërish këtu ka një ndriçim, ky që po shihni, ndriçimi natyral shkon poshtë këtu dhe këtu në garderobën e mbretreshës. Pra shihni pak vendosjet e xhamit, të dyja këto vendosje, pra edhe kjo këtu ku jam unë, edhe ajo atje janë xhama që lejojnë hyrjen e dritës natyrale nga sipër në garderobën e mbretit dhe të mbretreshës, ndërkohë që anët e oborrit janë prapë të mbjella, pra konsiderohen si pjesë e mbjellë dhe kryesisht zona ku qëndroi ishte kjo këtu. Kjo këtu që ka ndriçim nga lart, nga anash, nga të gjitha drejtimet, kjo ishte pamja. Me këtë pamje, pra ku vendoseshin koltukët e kashtës, një pjesë mobiljeve janë sot të gjitha në depo, dhe që shihnim përballë pamjen e Mahnitse me 3 kolona të Dajtit. Ky ishte i vetmi, po e quaj obor dimror në Shqipëri. Nuk ka ekzistuar ky koncept, akoma nuk ekziston, por pallati mbretëror shqiptar kishte një koncept që ti nuk e gjen dot në vende të tjera dhe për këtë ishte shumë i veçantë. Ka më pas një dalje që nga shkallët e sipërme të çon lart për të parë për të dalë në pjesën kryesisht për mirëmbajtjen e saj. Është ndoshta pjesa më e bukur e pallatit, tani kam vendosur dhe një pemë të lartë këtu, por ideja ishte gjelbrim në majën, në terracën e pallatit, e cila është e mbyllur. I ftohti nuk depërtonte, i nxehti nuk depërtonte, por drita është natyrale dhe gjelbrimi është natyral. I vetmi kopësht dimror në Shqipëri.